Alba sqarohet me tone të qeta dhe i kërkon falje Claudit. Për vajzën nuk duroi dot, më lidhen fjalët, pas situatave të tensionuara që u krijuan në shtëpinë e Big Brother. Alba ka vendosur të sqarojë qëndrimin e saj dhe të flasë hapur për deklaratat që kanë shkaktuar reagime të forta. Në një bisedë të drejtë për drejtë, por me tone të qeta dhe të përmbajtura, ajo i ka kërkuar falje Claudit për faktin që i ka përmendur vajzën e tij, duke pranuar se ka të i kaluar kufirin. Alba u shpreh se momenti ishte i ngarkuar emocionalisht dhe se reagimi i saj erdhi nga nervat dhe presioni i situatës. Ajo theksoi se për të, përmendja e fëmijëve është një vijë e kuqe që nuk duhet kaluar. Dhe pikërisht për këtë arsye e ndjeu të domosdoshme të kërkonte falje, për vajzën nuk duroi dot. Më lidhen fjalët dhe reagoj pa menduar, u shpreh Alba, duke pranuar se emocionet e forta e çojnë ndonjëherë drejt deklaratave që nuk pasqyrojnë vlerat e saj reale. Ajo sqaroi se nuk kishte pasur qëllim të lëndonte apo të prekte Claudin në një pikë kaq sensitive. Nga ana tjetër, Claudi e dëgjoi me vëmendje sqarimin e Albës, duke treguar një qëndrim më të qetë dhe të hapur ndaj faljes. Biseda mes tyre u perceptua si një hap i rëndësishëm drejt uljes së tensioneve dhe rikthimit të një klime më të qetë në shtëpi. Ky moment reflektimi dhe kërkim faljeje u komentua gjerësisht edhe nga banorët e tjerë, të cilët e panë si një shenjë pjekurie dhe përgjegjësie emocionale. Në një ambient ku konfliktet shpesh përshkallëzohen, ky sqarim shërbeu si një shembull se dialogu dhe pranimi i gabimeve mund të sjellin qetësi. Ngjarja riktheu edhe një herë në vëmendje debatin për kufit etik në lojë, veçanërisht kur përfshihen familjarë dhe fëmijë. Publiku në rrjetet sociale reagoi në mënyra të ndryshme, por shumë vlerësuan Albën për guximin për të kërkuar falje dhe për të pranuar hapur gabimin e saj, ndërsa Big Brother Kosova vazhdon me dinamika të reja dhe situata të paparashikueshme. Ky moment mbetet një nga ato që